Kultura dhe arsimi në kohën e Ulefai Rashidinëve. 4 halifet e parë qysh në kohën e Muhamedit a.s. kanë ditur të shkruajnë e të lexojnë. Ata gjithashtu përkohësisht kanë qenë edhe shkrues të shpalljes së Zotit. Si Hafiz e njihnin mirë Kuranin, kurse si shok më të afërt Muhamedit a.s. kanë qenë djegës të përpikë të sunetit të tij. Andaj dhe në punët dhe veprat e tyre u janë përmbajtur me përpikshmëri këtyre burimeve kryesore të Islamit. Merit e 4 kalifëve të parë është tubimi i parë i Kuranit në një përmbledhje mushaf, i cili më vonë u shumëzua në 4 ekzemplar, në bazë të të cilëve më vonë gjithnjë është shumëzuar. Pas çlirimit të Hirës në Persi, nga ky qytet muslimanët kanë sjellë mësues të cilët në kryeqendrat e shtetit islam e përhapnin shkrim leximin. Supozohet se gati e tërë gjenerata që është rritur gjatë kohës së halifëve të parë ka ditur të shkruajë të lexojë, andaj dhe gati s'ka pasur analfabet. Në kohën e 4 kalifëve të parë janë studiuar të gjitha shkencat fetare, ndërkaq që është shkruar vetëm Kurani, madje edhe në atë kohë s'është shkruar as edhe hadithi nga kujdesi ndaj tekstit kuranor. Duke ardhur në kontakt me kulturat e tjera, muslimanët më të madhe e merrnin krejt atë nga e cila kishin dobi, e që nuk ndeshej me Islamin. Duke shkruar për periudhën e 4 kalifëve të parë, historiani i njohur Filip Hiti konstaton: në art dhe arkitektur, në filozofi, në medicinë, në shkencë dhe letërsi, në qeverisje, arabët e mëhershëm s'kan pasur asgjë me çka do të mësonin tjerët, e gjithçka mundnin të mësojnë. Treguan se kishin orekse jashtëzakonisht të lakmueshme, me ndjenjen e përhershme të mprehtë të kurreshtjes dhe me mundësi të fshehta të cilat asnjëherë më parë nuk ishin stimuluar te ta. Këta arab musliman në bashkëpunim me popujt e tyre të nënshtruar dhe mendimin e tyre filluan ta asimilojnë, ta përshtasin dhe ta reprodukojnë trashëgiminë e tyre shpirtërore dhe kulturore. Në këtë sifon, Edis, Nisibis, Damask, Jeruzalem dhe Aleksandri, ata i shikonin, mahniteshin dhe i imitonin veprat e arkitektëve, zejtarëve, argjendarëve dhe të fabrikantëve. Në të gjitha këto qendra të kulturës së vjetër, ata vinin, i shihnin dhe i përvetësonin. Atë çka muslimanët e trashëguan prej civilizimeve të huaja nuk e hodhën, por e përvetësuan dhe vazhduan prej atje ku kishin mbetur të tjerët. Në shekujt e mëvonshëm, në sajt e hovit fillestar, muslimanët arritën rezultate të jashtëzakonshme në të gjitha lëmit që e mahnitën tërë njerëzimin e kulturuar. Për këto të arritura, muslimanët në rënd të parë duhet falenderu stimulimet, nxitjet që u dha Kurani dhe Suneti i Resulullahut sallallahu alaihi wasallam.